Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë një konference për media deklaroi se diaspora do të ketë përfaqësi në listën e Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit. Ai theksoi se do të përfshihen emrat e diasporës, por ende nuk është vendosur nëse do të jenë pjesë e listave të sigurta. Përveç kësaj, Berisha bëri të ditur se aleatët e Partisë Demokratike do të kenë 8 vende të sigurta në lista dhe se ata kanë 26% të mbështetjes nga shqiptarët, duke nënvizuar rëndësinë e aleancave në këtë fushatë. Diaspora do ketë emra në listë, nëse do ketë në listën e sigurta apo jo, këtë unë nuk mund ta them. Sepse nuk është përfunduar lista e sigurt. Nuk është përfunduar. Ka një moment, që do të jemi realistë. Një forcë majore, tamam, rezo majore, që ndërhyn në listën e sigurt është koalicioni. Koalicioni përfaqëson, e them dhe njerë, minimumi 26% të zgjedhësve të Shqipërisë. Minimumi. Mundet më shumë, po më pak jo asnjëherë. Atëherë, pa diskutim që ata, ky koalicion me pothuaj 1/3 e zgjedhësve do ketë përfaqësimin në listat e mbyllura. Dhe ky pasaj ka një ky jep listës mbyllur një karakter pak më të veçantë. 8 vende janë për aleatët. Po. Edhe në pyetjet fundit 8 vende sepse aleatët, domethënë thash edhe një herë, kanë në rekordin elektoral kanë minimumi 26% të zgjedhësve në Shqipëri. 26 të marrë së bashku. Kryeministri Edi Rama la të kuptonte në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste se më 11 maj mund të mos jetë pjesë e garës për deputet. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi gjithashtu këtë çështje që është në dorën e kreut të qeverisë. Për faktin se ku do të jetë pas 11 maj kryesocialisti, kjo është në duart e shqiptarëve sipas Berishës.